Vijon shëmbja e godinave të ish fermentimit të duhan cigareve në Shkodër pranë rrugës kryesore të hyrje dalës veriore të qytetit. Pavarësisht rrezikut të dukshëm, automjetet kalimtare detyrohen të lëvizin pranë strukturave që shemen ditaditës. Siç tregojnë dhe pamjet filmike, zona është kthyer në një grumbull gërmadh me kolona dhe trar betoni që rrëzohen pothuajse çdo ditë. Përveç aksit kryesor, shembjet prekin dhe një rrugë të brendshme e cila shërben për 10 familja të Golemit. Banorët shprehen se është krijuar një situatë me rrezikshmëri të lartë, veçanërisht për fëmijët, por dhe për çdo kalimtar që lëviz pranë godinave të amortizuara. Kjo është shqetësim i madh për ne, se këtu kalojnë makina, kalojnë njerëz, kalojnë fëmijë, s'di më urujt, se unë s'u afrohem për shembull, po rreziku është prezent këtu. Shqetësia shkatërrua, copa ka bllokuar rrugën që do herë, kanë ardha kanë pastruar. Rrezik i madh është, me thënë drejtën. Po kjo rruga është hap me lidhje lagjen tjetër se nuk kanë pas rrugë me fjalë, e kanë lidhë me rrugët kryesore. Është e nevojshme, shumë e nevojshme, po s'kalohet as në biçikletë, as në makina, as rrugës, sa rrugë gëmsore veç. Sa me futen fëmija këtu brenda, futen me lujt atë, se nuk dinë gjë, nuk njohin rrezikun e fëmija, ka rrezik me mbet brenda. Pra është shumë rrezikshme, i zhdesh me marr masa hyjimeti, po ka punë bollë, di si ka punë bollë, nuk ka merret me do punë të vogla. Vesh me punë mëdha e merren këta. Rrezikshmëria e këtij objekti është trajtuar disa herë në media, ku banorët kanë kërkuar ndërhyrje për një shembje të kontrolluar dhe pastrimin e plotë të zonës me qëllim shmangjen e rrezikut. Megjithatë, përveç një kërkese nga Këshilli i Bashkisë Shkodër që prona aktualisht në administrimin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit t'i kalojë në pronësi bashkisë, nuk ka pasur asnjë zhvillim konkret. Ndërkohë gjithçka mbetet në mëshirë të fatit, duke kërcënuar drejt për drejt sigurinë e banorëve dhe të gjithë atyre që kalojnë nga kjo zonë.